dhe mësë shumëti të familja kosovare. Sepse nuk ka republik të fort me familjet pasigurta, nuk ka ekonomi zhvilluar kur prindi zgjohet çdo mëngjes me ankthën e muajit tjetër, apo pret lëmosh nga një politikan para zgjedhjeve. Nuk ka shpresë për të ardhmen kur nëna e re ndjen se është vetëm, kur pensionisti ndihet se është barr, kur fëmia rritet pa mbështetjen që i takon. Prandaj, ne do të bëjmë shtetin krah të familjes. Me Ministrinë e Familjes, me 200 euro në muaj për secilin të posalindur, për plot një vit, ky është zotimi ynë i parë në këtë fushat. Me shtesa mujore për secilin fëmijë deri në moshën 16 vjeçare, me mbështetje të drejt për gratë kujdesare dhe me 2 fishim të pensioneve pa asnjë pension Kosovë në 300 euro, sepse një republikë serioze nuk e lë askënd prapa. Shtesat, përfitimet, beneficionet nuk do t'jenë më lëmosh elektorale. Jo, ato nuk do të ndalen, do t'jepen, madje do të rriten dhe do të garantohen me legj si siguri e përhershme, jo si blerje elektorale. Por dhe ne kemi një të vërtet tjetër, nuk ka dinitet pa punë, nuk ka siguri pa ekonomi të fortë, nuk ka mbijetesë pa investim. Prandaj, ne nuk vim me një ekonomi propagande e ekonomi sociale, vim me ekonomi pune, me ekonomi prodhimi, me ekonomi që krijon vende pune e jo vetëm numra. Do ta bëjmë republikën tonë vend të investimeve të mëdha, do të sjellim investitor strategjik në teknologji e industri që do të krijojnë mbi 40.000 vende të reja të punës brenda një mandati 4 vjeçar. Dhe për secilin të ri që diplomohet, shteti nuk do të jetë spektator, shteti do të bëhet partner, me punësim të garantuar për së paku 6 muaj, me 500 euro mbështetje, do sigurojmë punësim për secilin të posadiplomuar në Kosovë. Sepse nuk mund të kërkosh besim nga rinia, nëse nuk i jep asnjë arsye për të besuar kësaj rinie. Do të ngrisim dhe dinitetin e punës. Mësuesi i Kosovës do të ketë pagë 1.000 euro në qeverisjen tonë. Polici, ushtari, infermieri, zjarfiksi do të kenë paga nga 900 euro në muaj paga bazë. Koeficienti 150 për mbi 80.000 punëtor publik mbetet premtimi ynë. Por zonja e zotrinj, një Kosovë e re nuk ndërtohet me ambicie të vogla, prandaj ne vim me programin më ambicioz zhvillimor që ka parë ndonjëherë Republika Kosovës. 5 miliard euro investime kapitale në vetëm 4 vjet, në rrugë, e kurudha, në ujë, në kanalizim, në infrastrukturë moderne që lidh çdo anë të Republikës. Ana Moravës, i zotohemi përfundimin e menjëhershëm të autostradës në Gjilan e derit edhe jo i bardh. Llapit, autostradën Ibrahim Rugova deri në Merdar. Pejës Dugaxhinit, autostradën e Dugaxhinit mohuar ndër dekada. Mitrovicës e Gjakovës, magjistralet e shpejta të lënë tashmë pa asnjë ditë pune. Do të investojmë pashtu në Ferizaj me centralin e ri me gaz dhe atë gaz amerikanë. Që mos t'i djegi më 1 miliard euro duke importuar energji, që Kosova të mos jetoj më me krizë artificiale energjetike, por me siguri energjetike. Dhe këtu më lejoni të zotohem edhe një herë, se çmimet e rrymes nuk do të rriten në mandatin ton as edhe 1 cent. Moratorium i plot.
Do të ndërtojmë spitalin e ri të Kosovës, sepse qytetarët tanë nuk duhet presin me muaj për trajtim, as detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Do të investojmë mbi 1 miliard euro në çerdhe, në mësim tërditor, sepse shteti i fortë fillon nga fëmia, fillon te dia, fillon te shkolla, në çdo komunë të Kosovës të bëjmë mësimin tërditor si prioritet nacional. Ky është vizioni ynë, jo shtet që menaxhon varfërinë, por shtet që krijon mirëqenie. Jo shtet që udhëhiqet me krizë, por shtet që ndërton siguri. Jo shtet që i ul pritje qytetarit, por shtet që krijon mirëqenie pasuri. Jo shtet që i harxhon 20 miliard euro e nuk e le as edhe një shenjë, shtet që investon dhe investon secilën ditë në vendin e vet. Sepse ne nuk kemi ardhur për të administruar Kosovën, ne po kërkojmë votën tuaj për zhvilluar Kosovën.